Një nënë e sëmur dhe bia e saj injorohen nga një burr i pasur gjatë një nate të ftohtë në Tiranë. Por gjithçka ndryshon kur vajza e vogël gjen kuletën e tij të rënë në trotuar. Ajo që ndodh më pas tregon se jeta ende ruan mësime njerëzillëku. Nëse kjo histori ju interesoi, mos harroni të abonoheni në kanalin ton dhe na tregoni nga cili qytet po na ndiqni. Tani vazhdojmë. Nata e dimrit binte rënd mbi Tiranë, duke sjell me vete atë të ftohtë të lagësh që të hyn në kocka dhe bën që i gjithë qyteti të mblidhet pak më shumë në vetvete. Dritat e qiellgërvishtësve shkëlqenin si yje të largët, të parritshëm për ata që ecnin nëpër trotuaret e mbuluara me beton të konsumuar. Ishte një nga ato net kur metropoli shfaqte dy fytyrat e tij pa maskë, nga njëra anë shkëlqimi i restoranteve të shtrenjta dhe dyqaneve firmato, nga ana tjetër qoshet e errëta ku padukshmëria bëhej shoqëria e vetme e atyre që nuk kishin ku të shkonin. Kadir Al-Hoxha ishte një burr me një prani mbreslënëse. Në moshën 35 vjeçare, ai kishte ndërtuar një perandori në tregun e pasurive të paluajtshme që shtrihej në 3 kontinente. Bir emigrantësh libanez që kishin mbërritur në Shqipëri dekada më parë, ai mbante në mbiemër trashëgimin e prindërve, por në gjoks ruante një ftohtësi që nuk i vinte nga lindja. Ishte tipi i biznesmenit që gazetat e biznesit adhuronin ta intervistonin, i suksesshëm, i pamëshirshëm, efikas. Në korridoret e kompanisë së tij, thoshin se ai nuk kishte zemër, vetëm bilance aty ku duhet të kishte ndjenja. Dhe Kadirit nuk i bëhej vonë për këto komente. Në fakt, e preferonte kështu. Ishte më e lehtë të jetoje pa ndjerë. Atë natë të veçantë, ai sapo kishte mbyllur një marrëveshje milionere në një nga restorantet më ekskluzive të zonës së bllokut. Terraza e liçenit ishte e njohur për kuzhinën e saj franceze të përsosur dhe për listën e saj të pritjes që zgjatej me muaj. Por për burra si Kadiri, rezervimet ishin vetëm detaje që paraja i zgjidhte me një telefonat. Ai rregulloi nyjen e kravatës italiane ndërsa parkuesi i solli Mercedesin e tij të argjend, që shkëlqente nën dritat e lokalit. Kostumi i prerë në mënyrë perfekte kushtonte më shumë se sa fitonin shumë familje në një vit të tërë pune. Kur shkeli në trotuar, gati për të hyrë në makinë, sytë e tij kaluan shpejt mbi 2 figura të mbledhura pranë murit të ndërtesës ngjitur. Një grua e re, ndoshta rreth të 20-tave, mbante në krah një fëmijë të vogël. Të dyja ishin mbuluar me një batanie të hollë e të grisur, ulur mbi copa kartoni që mezi i mbronin nga i ftohti që ngrihej nga toka. Gruaja i kishte sytë mbyllur, fytyrën tepër të zbetë dhe kollitej në një mënyrë që i dridhej i gjithë kraharori. Vajza, jo më shumë se 5 vjeç, vëzhgonte gjithçka përreth me ata sy të mëdhenj dhe të vëmendshëm që fëmijët që rriten në rrugë i zhvillojnë shumë herët. Kadiri ndjeu shikimin e fëmijës të ndalej mbi të për një sekondë. Ishte vetëm një çast, por ishte i mjaftueshëm që diçka e parehatshme të lëvizte brenda gjoksit të tij. Ai e largoi ndjenjen me praktikën e atij që kishte mësuar tashmë të mos lejonte emocionet t'i prishnin rutinën. Me një lëvizje pothuajse automatike, shmangu shikimin dhe murmuriti diçka mes dhëmbëve, mjaftueshëm lart që zëri i tij të jehonte në trotuar. Ka kaq shumë njerëz që punojnë nga mëngjesi në darkë dhe nuk fitojnë as gjysmën e asaj që u duhet. Por ka nga ata që preferojnë të rinë ulur duke kërkuar lëmosh. Fjalët dolën të ngarkuara me përbuzje, me një siguri absolute të atij që kur nuk kishte pasur nevojë të kuptonte se çdo të thoshte të mos kishte zgjidhje. Gruaja nuk reagoi. Ndoshta as nuk e kishte dëgjuar mirë, e humbur siç ishte në mjegullën e etheve dhe lodhjes. Por vajza e vogël e dëgjoi. Dhe diçka në ata sy fëmijëror u shua pak, si një qiri që humbet forcën kur era fryn shumë fort. Kadiri hyri në makinë pa kthyer kokën pas. Parkuesi ja mbylli derën me kujdes dhe automjeti u largua butësisht, duke marrë me vete zhurmën e thellë të motorit dhe duke lënë pas vetëm të ftohtin e natës dhe heshtjen e rënd të indiferencës. Biznesmeni as nuk e vuri re kur kuleta prej lëkure italiane, që ishte në xhepin e brendshëm të xhaketës, i rëshiti dhe ra në tokë me një zhurmë të shurdhët. Objekti mbeti aty, pak hapa larg nënës dhe vajzës, sikur fati të kishte vendosur një pjesë të rëndësishme të një puzle pikërisht para tyre. Fëmia ishte e para që e vuri re. Jona, si që thëriste e ama në ato pak momente kur ende kishte forcë për të folur, kishte mësuar që në moshë shumë të vogël t'i kushtonte vëmendje gjithçkaje. Kur jeton në rrugë, çdo detaj mund të nënkuptojë ndryshimin midis të ngrënit dhe të kaluarit të një dite tjetër me barkun bosh. Ajo pa objektin e errët të rënë në trotuar, të ndriçuar nga drita e verdhë e shtyllës.
priti disa minuta vetëm për të siguruar që askush nuk po vinte ta merrte. Pastaj, me kujdesin e dikujt që e di se bota mund të jetë e rrezikshme, u ngrit ngadalë, eci deri te kuleta dhe e mori me të dyja duar. Ishte e rëndë. Shumë më e rëndë se sa ajo e imagjinonte se mund të ishte një kuletë. Jona shikoi të ëmën, e cila ende kollitej me sytë mbyllur, dhe vendosi se ishte më mirë të mos e zgjonte në atë moment. U fshe në batanien që ndante me të ëmën dhe, me kujdes, hapi zinxhirin e objektit. Ajo që pa brenda i bëri sytë të zgurdulloheshin aq shumë sa ju desh të puliste disa herë për të siguruar që nuk po ndëronte. Kishte para. Shumë para. Kartëmonedha 5.000 lekëshe të grumbulluara në tufa të trasha, të lidhura me llastiqe. Jona nuk dinte ende të numëronte mirë, por kuptonte mjaftueshëm për të ditur se ajo aty ishte më shumë se sa ajo dhe ema kishin parë së bashku gjatë gjithë jetës. Kishte gjithashtu karta plastike me ngjyra, disa me numra të artë të gdhendur, dhe letra me shkrime që ajo nuk arrinte t'i lexonte. Njëra prej tyre dukej e rëndësishme, me vizatime avionësh dhe shkronja të mëdha. Por ajo që i tërhoqi vërtet vëmendjen ishte një fotografi. Në imazh, i njëjti burr që sapo kishte kaluar pranë tyre po buzëqeshte. Një buzëqeshje e vërtet, nga ato që bëjnë edhe sytë të shkëlqejnë. Ai mbante në krah një vajzë pak më të madhe se Jona, ndoshta 7 ose 8 vjeç. Fëmia në foto kishte kaçurela të errëta dhe buzëqeshte në të njëjtën mënyrë si burri, me një gëzim që dukej se infektonte edhe ata që thjesht shikonin imazhin. Ata ishin në një kopsht plot lule, dhe drita e diellit bënte gjithçka të dukej e artë dhe e përsosur. Jona e mbajti foton me kujdes, sikur të kishte frikë ta thyente. Kishte diçka në atë imazh që ajo nuk arrinte ta shpjegonte, por që i prekte zemrën në një mënyrë të çuditshme. Burri në foto dukej aq ndryshe nga burri që kishte kaluar pranë tyre minuta më parë. Ishte sikur të ishin dy persona të ndryshëm. Njëri prej tyre dinte të buzëqeshte. Tjetri kishte harruar si bëhej kjo. Vajza i futi të gjitha sërish në kulet dhe e mbylli zinxhirin me kujdes. Pastaj e tërhoqi lehtë për krahun të ëmën, duke u përpjekur ta zgjonte pa e trembur. Marina, ky ishte emri i gruas, hapi sytë ngadalë. Ishte aq e lodhur sa çdo lëvizje dukej se i kushtonte një përpjekje të pamas. Kur pa fytyrën e së bijës aq afër saj, u përpoq të buzëqeshte, por shpreha u shndërrua në një kollë të thatë dhe të dhimbshme që i bëri të dridhej të gjithë trupin. Mami, pëshpëriti Jona, me atë zë të hollë fëmije që ende beson se të pëshpëritësh mjafton për të mos u dëgjuar nga askush tjetër në bollë. Gjeta diçka. Marina u ul me vështirësi, duke mbështetur shpinën në murin e ftohtë të ndërtesës. Jona i tregoi kuletën dhe të ëmës ju deshën disa sekonda për të kuptuar se çfarë po shite. Kur vajza hapi objektin dhe zbuloi përmbajtjen e tij, Marina ndjeu zemrën t'i rrite fort në gjoks. Ajo ishte një pasuri. Ishte mundësia për të marrë me qira një dhomë, për të bler ilaçe, për të siguruar ushqim për javë, ndoshta muaj. Ishte shansi për ta larguar vajzën nga rrugët, qoftë edhe për pak kohë. Por ishin gjithashtu paratë e dikujt tjetër. Dhe Marina e dinte, thellë në shpirt, se marrja e tyre do të ishte kalimi një vije që ishte betuar vetes se nuk do ta kalonte kurrë. Kishte shumë gjëra që jeta ja kishte marrë, shtëpinë, punën, shëndetin, dinjitetin. Por ende i mbetej një gjë e fundit që refuzonte ta humbiste, aftësinë për ta parë vajzën në sy dhe për t'i mësuar se çfarë ishte e drejtë. Mami, a mund t'i mbajmë paratë? Pyeti Jona, por zëri i saj nuk kishte siguri. Ishte më shumë një pyetje e bërë nga kurioziteti se sa nga bindja. Marina shikoi të bien, ata sy që ende ruanin pafajësinë pavarësisht gjithçkaje që kishin parë. Mendoi për sa net kishin kaluar të uritura, për sa herë kishte ndjer jetën t'i rrëshiste mes gishtave ndërsa kolla i shkulte copa nga mushkëri. Mendoi se sa mirë do të ishte të blinte një ilaç të mirë, të flinte në një krevat të vërtet, ta shite të bien duke luajtur në një vend të sigurt. Por pastaj mendoi për diçka tjetër. Mendoi për llojin e personit që donte që Jona të bëhej. Mendoi për ndryshimin midis të mbijetuarit dhe të jetuarit vërtet. Dhe mendoi gjithashtu për foton që e bija kishte gjetur brenda kuletës. Kishte dashuri në atë imazh. Kishte një histori që ajo nuk e njihte, por që e ndjente se ishte e dhimbshme për shkak të kontrastit midis buzëqeshjes së fotos dhe shikimit të ftohtë të burrit që kishte kaluar pranë tyre. Jo, zemra ime, u përgjigj Marina, duke gëlltitur nyen që po i formohej në fy. Këto para nuk janë tona. Duhet t'i kthejmë.
Jona pohoi me kokë dhe Marina kuptoi se, thellë, vajza e dinte tashmë se cila do të ishte përgjigjja. Ndoshta e kishte bërë pyetjen vetëm për të konfirmuar se ende ekzistonte një e drejtë dhe një e gabuar, edhe kur gjithçka dukej kaq e ngatëruar dhe e vështirë. Ato kaluan pjesën tjetër të natës zgjuar, secila e humbur në mendimet e veta. Marina e mbante kuletën shtrënguar pas gjoksit, nga frika se dikush do të përpiqej t'u avidhte ndërsa flinin. Jona u mbështoll në krahun e së-ëmës, duke ndjerë ngrohtësinë e trupit me ethe sikur të ishte një batanie. Mbi to, qyteti vazhdonte rutinën e tij të palodhur, indiferent ndaj dy figurave të vogla që dridheshin nga i ftohti mbi karton. Kur dielli filloi të linte, duke e ngjyrosur qiellin me tone portokalli dhe rozë që kontrastonin me grinë e ndërtesave, Marina mori një vendim. Ajo kërkoi në kulet derisa gjeti një kartë vizitë. Në të ishte shkruar me shkronja elegante, Kadir Al Hoxha, CEO, Al Hoxha pasuri të paluajtshme. Pak më poshtë, një adresë në zonën e bulevardit Dëshmorët e Kombit. Do t'ja kthejmë personalisht, i tha Marina së bijës, me një vendosmëri që nuk e kishte ndjerë prej shumë kohësh. Ti e gjete. Ti do të jesh ajo që do ta dorëzosh. Jona ra dakord dhe të dyja filluan të përgatiteshin për udhëtimin. Marina palosi batanien me kujdes, futi sendet e pakta që kishin në një qese plastike të grisur dhe e mori të bien për dore. Nuk kishin para për autobusin, kështu që do t'u duhej të ecnin në këmbë. Adresa ishte kilometra larg, por nuk kishte mundësi tjetër. Ecje nisi ngadalë. Marina e ndjente çdo hap sikur të mbante një peshk të pamas mbi shpinë. Ethet i bënin kokën të rrotullojë dhe kolla kthehej çdo pak minuta, duke i lënë një shije gjaku në gojë. Jona ecte pranë së-ëmës, duke e mbajtur fort për dore, sikur të kishte frikë se, po ta lëshonte, e ëma mund të zhdukej. Ato kaluan nëpër rrugë të mbushura me njerëz, ku njerëz të nxituar ecnin drejt punës, pa i vënë re fare dy figurat që ecnin me ritëm të ngadalë. Kaluan pranë dyqaneve ende të mbyllura, pranë furrave të bukës nga ku dilte aroma e bukës së freskët që i bënte stomakun Jonës të gurgullonte me zë të larë. Vajza nuk u ankua. Ajo kishte mësuar se të ankoheshe nuk ndryshonte asgjë. Dielli ishte tashmë lart kur më në fund arritën në zonën e bulevardit kryesor. Ndërtesat ishin edhe më të larta atje, kullaxhami pasqyrë që reflektonin qiellin dhe bënin gjithçka të dukej e shumë fishuar. Marina ndaloi para njërës prej tyre, duke kontrolluar adresën në kartë vizitë. Ishte pikërisht ajo. Një ndërtesë madhështore me dyrë të trasha xhami dhe një hol mermeri që mund të shihej edhe nga jashtë. Të dyja u panë në sy. Marina mori frym thellë, duke u përpjekur të mblidhte forcat. Jona i shtrëngoi dorën së-ëmës në një gest që ishte njëkohësisht ngushëllim dhe guxim. Pastaj, së bashku, shtyn derën e rëndë dhe hyn brenda. Të ftohtit e ajrit të kondicionuar i goditi si një shok. Holi ishte i pamas, me tavanin aq të lartë sa dukej se zhdukej. Dyshemeja e mermerit shkëlqente aq shumë sa Jona mund të shihte reflektimin e dritave në të. Kishte vazo me bim të mëdha, poltrona lëkure dhe një recepcion madhështor ku 2 gra me kostume të përsosura shtypnin në kompjuter të gjeneratës së fundit. Marina dhe Jona bën vetëm disa hapa para se të ndaloheshin nga 2 roje sigurie. Ishin burra të mëdhenj, me uniforma të zeza dhe shprehje të mbyllura. Njëri prej tyre ngriti dorën, duke bërë një gjest të qartë që ato të ndalonin aty ku ishin. Më falni, por nuk mund të hyni këtu, tha njëri nga rojet, me një zë që nuk linte vend për diskutim. Marinës i u ngjit gjaku në fytyrë. Ajo e dinte si duhet të dukej, rroba të pista, flokë të shpupurishur, pamja e dikujt që nuk ishte larg prej ditësh. Jona u fsheh pas këmbëve të së-ëmës, e trembur nga ashpërsia e burrit. Më duhet të flas me zotin Kadir Al Hoxha, tha Marina, duke u përpjekur ta mbante zërin të qëndrueshëm. Unë kam diçka që i përket atij. Rojet shkëmbyen shikime. Njëri prej tyre buzëqeshi pa humor. Sigurisht që ke, u përgjigj me sarkazëm. Dëgjo, zonjë, nëse është ndonjë lloj mashtrimi, më mirë largohu tani para se të thërasim policin. Nuk është mashtrim, këmbënguli Marina, duke ndjerë frustrimin t'i shtrëngonte gjoksin. Vajza ime gjeti kuletën e tij. Ne vetëm duam ta kthejmë. Roja tjetër kryqëzoi krahët. Nëse e ke gjetur, mund ta lësh këtu me ne. Ne ja dorëzojmë doktor Kadirit dhe pastaj ju kontaktojmë nëse ai dëshiron të japë ndonjë shpërblim. Marina tundi kokën.
Dua t'ja dorëzoj personalisht. Vajza ime e gjeti. Ajo e meriton ta bëj këtë siç duhet. Diskutimi po fillonte të tërhiqte vëmendje. Recepcionistët shikonin në drejtim të tyre dhe disa njerëz që kalonin nëpër hol ngadalsonin hapin për të vëzhguar. Marina ndjente lotët t'i digjnin syt, por refuzonte t'i linte të binin. Jona i shtrëngonte dorën së ëmës me aq forcë sa gishtat e saj të vegjël bëheshin të bardhë. Ishte atëherë kur një nga rojet më të vjetër, që deri atëherë vëzhgonte nga larg, u afrua. Fytyra e tij ishte e shënuar nga rrudha të thella, dhe sytë e tij kishin atë mençuri të dikujt që ka parë shumë gjëra në jetë. Ai shikoi Marinën, pastaj Jonën, dhe diçka në shprehjen e tij ndryshoi. Prit pak, u tha ai rojeve të tjerë. Pastaj ju kthye Marinës. Ju thatë se gjetët kuletën e doktor Kadirit? Marina pohoi, plot shpresë. Ai telefonoi sot herët në mëngjes i dëshpëruar duke kërkuar kuletën. Tha se e kishte humbur diku mbrëm. Roja më i vjetër rrudhi vetullat. Mund ta tregoni? Marina nxori kuletën nga qesja dhe ia zgjati atij. Burri e mori, e ekzaminoi nga jashtë, por nuk e hapi. Pastaj ia ktheu Marinës. E tia është. E njoh. Ai ju kthye rojeve të tjerë. Do të lajmëroj doktorin. Nëse ai dëshiron të zbresë, atëherë do të shohim se çfarë do të bëjmë. Minutat që pasuan u dukën si orë. Marinën dhe Jonën i udhëzuan të prisnin në një cep të holit, larg hyrjes kryesore. Ato u ulën në një stol të ftohtë mermeri dhe Marina përpiqej të kontrollonte kollën që kërcënonte të shpërthente në çdo moment. Jona tunte këmbët e vogla, që nuk i arrinin në dysheme, dhe mbante kuletën në prehër sikur të ishte gjëja më e çmuar në botë. Pastaj, ashensori lëshoi një tingull të butë dhe dyert u hapën. Kadir Al-Hoxha doli me hapa të shpejtë dhe të vendosur. Ai ishte edhe më imponues se sa dukej natën e kaluar. Kostumi ishte ndryshe, por po aq i përsosur. Flokët e zinj ishin krejur në mënyrë perfekte dhe fytyra mbante një shprehje irritimi të fshehur keq. Kur sytë e tij u ndalën te Marina dhe Jona, ai ndaloi për një sekondë. Kishte një shkëndij njohjeje në shikimin e tij, e ndjekur nga diçka që dukej si mosbesim. Ai u afrua me nofullën e shtrënguar. Pra, ishe ti ajo që më more kuletën, tha ai, dhe zëri i tij jehonte nëpër hol si një akuzë. Marina u ngrit, pavarësisht lodhjes që i bënte këmbët të dridheshin. Jona mbeti ulur, por ja zgjati kuletën atij me të dyja duart e vogla. Ne nuk e morëm, u përgjigj Marina, duke u përpjekur të ruante qetësinë. Vajza ime e gjeti. Juve ju ra mbrëm. Ne erdhëm t'ju a kthejmë. Kadiri e mori kuletën nga duart e fëmijës pa thënë asnjë fjalë falënderimi. E hapi me lëvizje të vrullshme, duke kontrolluar përmbajtjen. Tufat e parave ishin të gjitha aty. Kartat të paprekura. Dokumentet të rregullta. Edhe fotografia. Kur sytë e tij u ndalën në imazhin e tij me të bijën, diçka i përshkoi fytyrën. Dhimbje. Zemërim. Mall. Të gjitha në të njëjtën kohë. Ai e mbylli kuletën shpejt, sikur të donte ta fshite atë emocion përsëri aty ku kishte ardhur. Për një moment u duk se ai thjesht do të largohej pa thënë asgjë. Por pastaj, sikur të kujtohej se kishte dëshmitar, futi dorën në xhep dhe nxori disa kartëmonedha. Ishin 5 kartëmonedha 1000 lekëshe. 5000 lekë. Një shumë qesharake krahasuar me atë që ishte brenda kuletës, por që për shumë njerëz do të konsiderohej bujare. Ai ia zgjati parat Marinës. Merri. Për ndershmërinë. Marina shikoi kartëmonedhat, pastaj burrin. Kishte diçka në mënyrën se si ai ofronte parat që e shqetësonte thellësisht. Ishte sikur po blinte ndërgjegjen e qetë, sikur 5000 lekë të ishin të mjaftueshme për të kompensuar përbuzjen e natës së kaluar, për të fshirë fjalët e ashpra që kishte thënë. Unë nuk i dua parat, tha Marina, dhe zëri i saj doli më i fortë se sa priste. Kadiri ngriti njërën vetull, i habitur. Si kështu nuk i do? Atëherë çfarë do? Marina mori frym thellë. Ishte tani ose kurrë. Dua 5 minuta nga vëmendja juaj. 5 minuta për të biseduar. Në privatësi. I gjithë holi u duk sikur ngriu. Rojet shkëmbyen shikime të hutuara. Recepcionistët ndaluan së shtypuri. Kadiri ngushtoi sytë, qartësisht i bezdisur nga kërkesa e pazakontë.
Por tollesh me mua? Jo, zotëri. Më duen vetëm 5 minuta. Ju premtoj se pastaj do të largohemi dhe nuk do t'ju bezdisim më kurrë. Kishte diçka në zërin e Marinës, një përzierje dëshpërimi dhe dinjiteti që e bëri Kadirin të hezitonte. Ai shikoi përreth duke kuptuar se të gjithë të pranishmit po vëzhgonin skenën me vëmendje. Të refuzonte një kërkesë kaq të thjeshtë, pasi gruaja i kishte kthyer kuletën të paprekur, do ta bënte atë një zuzar në sytë e të gjithëve aty. Në rregull, tha ai mes dhëmbëve. 5 minuta. Asnjë sekond më shumë. Ai u kthye dhe eci drejt ashensorit. Marina e mori Jonën për dorë dhe e ndoqi, duke ndjerë zemrën t'i rrite aq fort sa dukej se do t'i dilte nga goja. Dyert e ashensorit u mbyllën, duke lënë pas shikimet kurioze dhe përshpërimat që tashmë kishin filluar të përhapeshin në përhol brenda ashensorit. Heshtja ishte e rëndë. Kadiri shikonte panelin e butonave sikur të ishte gjëja më interesante në botë. Jona vëzhgonte numrat që ndizeshin ndërsa ngjiteshin, e mahnitur nga teknologjia. Marina thjesht përpiqej të kontrollonte kollën që i gërvishte fytin, duke u mbajtur fort që të mos shpërthente aty brenda. Kur dyert u hapën, ata hynë në një korridor të gjerë, me mure xhami që ofronin një pamje panoramike të qytetit. Kadiri u udhëhoqi deri në një sallë mbledhjesh të zbrazët, të gjithën në tone të bardha dhe gri, me një tavolinë të pamas në qendër dhe karrige lëkure që dukeshin më të shtrenjta se gjithçka që Marina kishte pasur në jetë. Ai mbylli derën dhe kryqëzoi krahët, duke u mbështetur në tavolinë. Pra, tha me padurim. Ke 5 minuta. Fillo të flasësh. Marina ndjeu këmbët t'i dridheshin. Nuk ishte vetëm lodhja apo ethet që i bënin të gjithë trupin të kërkonte pushim. Ishte madhështia e asaj që ishte gati të bënte. Aty ishte ajo, një grua që flinte në rrugë, përballë një burri që ndoshta kurrë nuk kishte pasur nevojë t'i kërkonte asgjë askujt. Një burr që natën e kaluar e kishte parë atë dhe të bien sikur të ishin vetëm një bezdi më shumë në peizazhin urban. Por ajo kishte ardhur deri aty. Kishte ecur kilometra duke mbajtur dorën e së bijës. Kishte kthyer një pasuri që mund t'ia kishte ndryshuar jetën, të paktën përkohësisht. Tani nuk mund të tërhiqej. Për Jonën. Gjithçka ishte gjithmonë për Jonën. Zoti Kadir, filloi Marina, dhe zëri i saj doli më i dobët se sa do të donte. Ajo u kollit lehtë, duke u përpjekur të gjente forcë. Unë nuk erdha këtu të kërkoj para. E di që ju duhet të mendoni kështu, por nuk është e vërtetë. Kadiri vazhdoi me krahët e kryqëzuar, fytyra një mask padurimi të fshehur keq. Ora e artë e dorës shkëlqente në kyçin e tij, duke shënuar çdo sekond sikur të ishte një numërim mbrapsht. Atëherë shko drejt e në temë. Çfarë do? Marina shikoi Jonën, e cila ishte ulur në një nga karriget e mëdha, duke tundur këmbët e vogla që nuk i arrinin në dy sheme. Vajza vëzhgonte gjithçka me ata sy të vëmendshëm, duke u përpjekur të kuptonte se çfarë po ndodhte. Marina ja ktheu shikimin Kadirit dhe vendosi se e vetmja mënyrë për ta bërë këtë ishte me të vërtetën e plot, sado e dhimbshme të ishte. Unë jam e sëmur, tha ajo, dhe ndjeu zërin t'i dridhej pak. Kam një infeksion në mushkëri që po përkeqësohet çdo ditë. E di këtë sepse nuk marr dot më frymë siç duhet, sepse kollitem gjak çdo natë, sepse ndjej trupin tim të dorëzohet pak nga pak. Kadiri zbërtheu krahët, por shpreha e tij mbeti e mbyllur. Dhe ti do që unë të paguaj një trajtim? Kjo është. Jo, u përgjigj Marina shpejt. Dua të them, po, por nuk është vetëm kaq. Kam frikë, zotëri. Shumë frikë. Frikë të kërkoj një spital publik dhe të ma marrin vajzën. Thonë se shërbimi social i merr fëmijët kur nënat nuk kanë kushte. Dhe unë nuk kam kushte. Nuk kam shtëpi, nuk kam punë, nuk kam asgjë përveç saj. Lotët filluan t'i rrivnin nëpër fytyrën e Marinës, dhe ajo nuk bëri asgjë për t'i ndalur. Jona u ngrit nga karrigia dhe vrapoi të përqafonte këmbët e së ëmës, e trembur kur pa lotët. Unë nuk dua që vajza ime të mbetet vetëm në këtë botë, vazhdoi Marina, me zërin e mbytur. Nëse unë vdes, ku do të përfundoj ajo? Në një jetimore? Me të huaj? Ajo është gjithçka që kam. Është e vetmja gjë e mirë që kam mbetur nga jeta ime. Kadiri shikoi skenën para tij dhe ndjeu diçka të parehatshme të lëvizte brenda gjoksit. Ishte një ndjesi që ai kishte mësuar ta mbyte, ta varroste aq thellë sa ndonjëherë arrinte të pretendonte se ajo nuk ekzistonte.
por ja ku ishte përsëri, këmbëngulse, e papërshtatshme. Çfarë saktësisht po më kërkon, pyeti ai, dhe zëri i doli më i butë, pothuajse kundër vullnetit të tij. Marina fshiu lotët me kurrizin e dorës. Po kërkoj ndihmë. Jo lëmosh. Ndihmë të vërtetë. Një vend të përkohshëm për të qëndruar me vajzën time ndërsa shërohem. Trajtim mjekësor. Një shans për të mos vdekur duke e lënë atë vetëm. Unë punoj, zotëri. Mund të pastroj, të gatuaj, çdo gjë. Më duhet vetëm kohë për t'u përmirësuar. Ishte atëherë që Marinës ju kujtua fotoja. Ai imazh që kishte parë brenda kuletës. Ajo nuk e dinte saktësisht pse e përmendi, por diçka i tha se ishte e rëndësishme. Unë e pash foton, tha ajo butësisht. Ju me një vajzë. Ajo dukej shumë e lumtur. Edhe ju. Efekti ishte i menjëhershëm. Fytyra e Kadirit u mbyll plotësisht dhe sytë e tij u errësuan në një mënyrë që e bëri Marinën të bënte një hap prapa instinktivisht. Kur ai foli, zëri i tij ishte i ngarkuar me një zemërim të ftohtë që e bënte ajrin e dhomës të dukej më i rëndë. Ti nuk ke të drejtë të flasësh për këtë. Nuk ke të drejtë të flasësh për të. Nuk doja t'ju ofendoja, u përpoq të shpjegonte Marina, e trembur nga reagimi. Thjesht mendova se ndoshta do të kuptonit. Se do të kuptonit se çdo të thotë të kesh një vajzë dhe të mos duash ta humbasësh për asnjë arsye. Ti nuk di asgjë për mua, e ndërpreu Kadiri, zëri ende i kontrolluar por duke u dridhur nga emocioni. Nuk di asgjë për atë që kam kaluar, për atë që kam humbur. Dhe nuk ke të drejtë ta përdorësh këtë për të më manipuluar. Marina ndjeu lotët të ktheheshin, por këtë herë nuk ishin vetëm nga trishtimi. Ishte frustrim, dëshpërim, ndjesia e të qenit duke u mbytur dhe të kesh të vetmen gomë shpëtimi të hedhur jashtë mundësive. Unë nuk po përpiqem të manipuloj askënd, tha ajo, zëri duke i dalë më lart se sa synonte. Po përpiqem të mbijetoj. Po përpiqem të shpëtoj vajzën time nga fati im. Vetëm kaq. Nëse ju nuk doni të ndihmoni, në rregull. Ne do të largohemi dhe nuk do t'ju bezdisim më kurrë. Ajo e mori jonën për dore dhe u kthye të dilte, por para se të bënte dy hapa, një koll e dhunshme e goditi. Ishte më keq se të gjitha të tjerat. Marina u përkul mbi veten, një dorë në gjoks dhe tjetra duke mbuluar gojen, duke u përpjekur të përmbante spazmat që i shkunin trupin. Kur kolla më në fund kaloi, ajo shikoi pëllëmbën e dorës dhe pa gjakun. Më shumë gjak se më parë. Jona filloi të qante, duke tërhequr bluzën e së ëmës. Mami, mami. Mos u kollit më. Të lutem. Marina u përpoq të mblidhte veten, u përpoq t'i buzëqeshte së bijës dhe t'i thoshte se gjithçka ishte në rregull, por trupi i saj nuk bindej më. Këmbët ju pren dhe ajo ra në gjunjë në dyshemen e ftohtë të sallës së mbledhjeve. Pamja filloi t'i erësoi në anët dhe zhurma përreth u bë e mbytur, e largët. Gjëja e fundit që dëgjoi para se gjithçka të bëhej e zezë ishte zëri i Jonës duke bërtitur për të, dhe pastaj duart e forta të dikujt që e mbajtën para se të përplaste kokën në dysheme. Kur Marina erdhi në vete, ishte shtrirë në një divan lëkure të butë. Kishte diçka të lagur dhe të freskët në ballë. Një leckë e lagur. Ajo puliti syt disa herë derisa pamja i u bë e qartë. Jona ishte ulur në dysheme pranë divanit, duke i mbajtur dorën së ëmës fort dhe duke qarë në heshtje. Dhe në këmbë, disa metra larg, ishte Kadiri, duke folur në telefon me një urgjencë në zërin e tij që nuk ishte aty më parë. Po, doktor Fida. Më duhet të vish menjëherë në zyrën time. Është një urgjencë. Një grua humbi ndjenjat këtu dhe po kollitet gjatë. Jo, nuk mund ta çoj në urgjencë. Është e komplikuar. Të lutem, eja sa më shpejt të jetë e mundur. Ai e mbylli telefonin dhe u kthye, duke kuptuar se Marina ishte zgjuar. U afrua, por mbajti një distancë të sigurt, sikur të kishte frikë të afrohej shumë. Mjeku po vjen, tha ai, dhe zëri i tij ishte ndryshe. Më pak i ashpër. Do të rish mirë këtu derisa të vi ai. Mos u përpiq të ngrihesh. Marina donte të protestonte, të thoshte se nuk kishte nevojë për mjek, se nuk mund ta paguante, por fjalët nuk i dilnin. Ishte shumë e lodhur. I gjithë trupi i saj dukej sikur ishte drenazhuar nga çdo energji. Ajo vetëm shikoi Jonën dhe u përpoq të buzëqeshte, duke i shtrënguar dorën e vogël që mbante të sajën. Mjeku arriti në më pak se gjysmë ore.
Ishte një burr në moshë të mesme, me flokë të thinjur dhe syze me skele të hollë, duke mbajtur një çantë të zezë që dukej se kishte parë ditë më të mira. Ai e përshëndeti Kadirin me familiaritet, por shikimi i tij profesional ishte tashmë i përqendruar te Marina. Doktor Fida e ekzaminoi pacienten aty për aty në divan. I dëgjoi mushkërit me stetoskop, i mati temperaturën, shtypi pika specifike ndërsa bënte pyetje të cilave Marina u përgjigjej me zë të dobët. Jona nuk ja lëshoi dorën së ëmës në asnjë moment, duke vëzhguar çdo lëvizje të mjekut me mosbesim. Pas disa minutash, doktor Fida u ngrit dhe i bëri një shenjë Kadirit. Të dy burrat u larguan në anën tjetër të dhomës, por Marina ende mund ta dëgjonte bisedën me zë të ulët. Është pneumoni, Kadir. Pneumoni bilaterale në stad të avancuar. Ajo është rënd e kequshqyer, e dehidratuar dhe, nga sa po shoh, kjo nuk ka filluar dje. Ajo duhet të shtrohet në spital menjëherë. Kadiri kaloi dorën nëpër flok, një gest që zbulonte tension. Sa kohë ka nëse nuk trajtohet? Mjeku hezitoi para se të përgjigjej. Ditë. Ndoshta një javë. Jo më shumë se kaq. Trupi i saj është tashmë në limit. Marina mbylli syt, duke ndier lotët t'i rridhnin nëpër tëmtha. Jona i shtrëngoi dorën më fort, pa e kuptuar plotësisht se çfarë po ndodhte, por duke ndier se ishte diçka e keqe. Kadiri u kthye aty ku ishte shtrirë Marina. U gjunjëzua pranë divanit, duke u bërë në lartësinë e syve të saj. Për një moment, maska e ftohtësisë ra plotësisht dhe Marina pa diçka që e habiti, dhimbje. Dhimbje e vërtet, e thellë, e llojit që nuk shërohet kurrë plotësisht. Do të bëj këtë, tha Kadiri, dhe zëri i tij ishte çuditërisht i qetë. Ti dhe vajza jote do të qëndroni në shtëpinë e miqve në fund të pronës sime. Për një javë. Gjatë kësaj periudhe, doktor Fida do të kujdeset për ty, ti do të marrësh ushqim të përshtatshëm, ilaçe, gjithçka që të nevojitet. Vajza jote do të jetë e sigurt dhe e mirë kujdesur. Pas një jave, kur të jesh më mirë, secili ndjek rrugën e tij. Është një ofertë unike. Pranoje ose refuzoje, por vendos tani. Marina e shikoi atë, duke u përpjekur të kuptonte se çfarë kishte ndryshuar. Pse ai burr që e kishte përbuzur natën e kaluar tani po ofronte ndihmë? Por pastaj kuptoi se nuk kishte rëndësi pse. Rëndësi kishte që ishte një shans. Ndoshta i fundit. E pranoi, pëshpëriti ajo. Dhe ju falenderoj. Nga thellësia e zemrës. Kadiri u ngrit shpejt, sikur ajo afërsi emocionale të ishte shumë e parehatshme për t'u duruar për një kohë të gjatë. Doktor Fida, organizo gjithçka. Do të dërgoj shoferin tim t'ju çojë të gjithëve në shtëpinë time. Telefonoi zonjës Çelieta dhe lajmëroje se do të kemi mysafir. Gjithçka ndodhi shumë shpejt pas kësaj. Marinën e ndihmuan të ngrihej, Jona u mbajt fort pas dorës së ëmës dhe shpejt ishin duke zbritur me ashensor drejt garazhit të ndërtesës. Një makinë e zezë dhe e rehatshme i priste, me një shofer me uniformë që hapi derën pa bërë pyetje apo treguar gjykim. Gjatë udhëtimit, Marina shikoi nga dritarja, duke parë qytetin të kalonte. Ndërtesa, pemë, njerëz të nxituar. Gjithçka dukej ndryshe e parë nga brenda një makine me ajër të kondicionuar dhe ndenjëse të buta. Jona ishte e magjepsur, duke prekur butonat automatik të dritareve dhe duke vëzhguar botën jashtë sikur të ishte hera e parë. Shtëpia e Kadirit ndodhej në një lagje të pasur, larg zhurmës së qendrës. Ishte një pronë e madhe, e rrethuar me mure të larta dhe porta automatike. Kur hyn, Marina nuk mundi ta përmbante një pëshertim habie. Kishte kopshte të mëdha, pemë gjithërënd dhe në fund të terrenit, një shtëpi më e vogël, por gjithsesi shumë e bukur, e gjitha e lyrë me të bardhë me dritare druri. Një grua e moshuar, me flokë të thinjur të lidhur në një topuz, priste në derën e shtëpisë së miqve. Ajo kishte një fytyrë të dashur, të shënuar nga rrudha që dukeshin sikur ishin gdhendur nga buzëqeshjet dhe jo nga trishtimet. Sytë e saj ishin ngjyrë kafe dhe të shndritshëm, të llojit që sheh përtej pamjes së jashtme. Mirë se erdhët, tha ajo me zë të butë. Unë quhem Çelieta. Jam kujdestarja këtu prej më shumë se 20 vjetësh. Duhet të jeni të raskapitura. Ejani, do t'ju tregoj dhomën. Marina dhe Jona hynë në shtëpinë e miqve dhe u ndjen sikur kishin hyrë në një botë tjetër. Dyshemeja ishte prej drurit të çelët dhe të lustruar. Muret ishin të bardha dhe të pastra.
Kishte mobilje të thjeshta por të rehatshme, perde delikate që filtronin dritën e diellit dhe një aromë të këndshme pastërtie dhe lulesh të freskëta. Dhoma kishte një krevat dopjo të madh, me çarçaf të bardhë dhe të butë që dukeshin si re. Kishte gjithashtu një krevat më të vogël anash, tashmë i përgatitur për Jonën. Banja ishte e gjitha me pllaka të qelta, me një vaskë të madhe dhe peshqir të butë të varur. Jona vrapoi te krevati i vogël dhe u hodh mbi të, duke qeshur për herë të parë pas shumë kohësh. Marina u ul ngadalë në krevatin më të madh, ende pa e besuar plotësisht se kjo ishte reale. Mund të bëni një dush, të ndërroni rroba. Kam lënë disa rroba të pastra në dollap. Pastaj do të sjell ushqim. Asgjë të rënd për momentin, vetëm një supë ushqyese dhe bukë të freskët, shpjegoi Qelieta me mirësjellje. Doktor Fida do të vijë së shpejti për të filluar trajtimin. Faleminderit, tha Marina, dhe zëri i saj u ndërpre. Faleminderit për gjithçka. Qelieta u afrua dhe i vuri një dorë në shpatullën e Marinës. Nuk ka nevojë të falenderosh, e dashur. Të gjithë kemi nevojë për ndihmë në një moment të jetës. Dhe nëse ka një gjë që kam mësuar duke punuar këtu është se Zoti Kadir, sado që përpiqet ta fsheh, ka një zemër të mirë. Thjesht është shumë i lënduar për t'i lënë njerëzit ta shohin. Kur Qelieta doli, Marina e ndihmoi Jonën të hiqte rrobat e pista dhe e çoi vajzën në dush. Uji i ngrohtë ishte si një dhuratë nga qielli. Jona luante me shkumën e sapunit, duke bërë flluska dhe duke qeshur. Marina i lau flokët së bijes me kujdes, duke i hequr të gjithë papastërtinë e grumbulluar nga javët në rrugë. Pastaj ishte radha e Marinës. Ajo qëndroi në dush për një kohë të gjatë, duke lënë ujin e ngrohtë t'i lehtësonte muskujt e dhimbshëm dhe të lante jo vetëm papastërtinë e trupit, por edhe pak nga lodhja e shpirtit. Kur doli, veshi një nga rrobat që Qelieta kishte lënë, pantallona të rehatshme dhe një bluzë pambuku të bullë. Jona kishte veshur një fustan të thjeshtë, ngjyrë rozë, që e bënte të dukej edhe më fëmijë se sa ishte. Të dyja u ulën në tryezën e vogël të kuzhinës kur Qelieta u kthye duke sjellë një tabaka. Supa ishte e ngrohtë dhe mbante një erë të mrekullueshme. Kishte copa pule, perime, makarona të holla. Buka ishte e freskët, e butë brenda dhe krokante jashtë. Kishte gjithashtu lëng portokalli natyral dhe një tas me fruta të prera. Jona hëngri me aq dëshirë sa Marinës i u desh t'i kërkonte të hante ngadalë, nga frika se vajza do të sëmurej. Ajo vetë hëngri pak, stomaku ende i pamësuar me ushqim të vërtetë. Por çdo lugë dukej se i kthente jetën trupit të saj të lodhur. Pas vaktit, doktor Fida mbërriti me çantën e tij dhe një çantë më të madhe plot me ilaçe dhe pajisje. Ai kaloi gjithë pasditën duke u kujdesur për Marinën, duke i aplikuar medikamente me serum, duke i shpjeguar trajtimin që do të fillonte menjëherë. Pneumoni bilaterale, përsëriti ai, por e trajtueshme nëse fillonin tani. Ndërsa mjeku punonte, Jona eksploronte shtëpinë e vogël me kuriozitet. Hapte sirtar, shikonte nga dritaret, prekte perdet. Për të, ai vend ishte si një kështjell përrallash. Kur më në fund u lodh, u shtri në krevatin e saj të vogël dhe e zuri gjumin në pak minuta, e përkundur nga ndjesja e sigurisë që nuk e kishte ndjer prej shumë kohësh. Edhe Marina fjeti, një gjumë të thellë dhe pa ëndra. Për herë të parë pas disa muajsh, nuk u zgjua në mes të natës nga i ftohti apo nga frika. Nuk ju desh të shqetësohej nëse dikush do të përpiqej t'i vidhte sendet e pakta ndërsa flinte. Nuk ju desh të dëgjonte zhurmën e frikshme të rrugës. Thjesht fjeti. Ndërkohë, në shtëpinë kryesore, Kadiri ishte në zyrën e tij private, duke parë nga dritarja që jepte nga pjesa e pasme e pronës. Prej andej, mund të shihte shtëpinë e miqve me dritat e ndezura në dritare. Ai mbante në dorë një gotë whisky që ishte tashmë për gjysmë, por nuk i kujtohej ta kishte pirë. Në dorën tjetër kishte celularin. Në ekran një video e ndalur. Ishte e viteve më parë. Në të, një vajzë me kaçurela të errëta vraponte nëpër të njëjtin kopsh që Jona e kishte parë për herë të parë sot. Fëmia në video qeshte me zë të lartë, duke thirrur, "Babi, babi, më kap." Dhe pastaj Kadiri shfaqej në imazh më i ri, me një buzëqeshje të sinqertë në fytyrë, duke vrapuar pas së bijës dhe duke e marrë në krah, duke e rrotulluar në ajër ndërsa të dy qeshnin së bashku. Leila. Leila e tij e vogël. Ajo do të ishte 11 vjeç tani nëse do të ishte ende gjallë. Por nuk ishte.
Leuqemia e kishte marrë në moshën 8 vjeç, pas 2 vitesh lufte intensive, trajtimesh që ja hoqën kaçurelat por kur buzëqeshjen. Të paktën jo deri në fund. Po të ishit në vendin e Kadirit, a do t'i kishit ndihmuar Marinën dhe Jonën edhe pse mbanit një dhimbje kaq të madhe? Apo do ta kishit mbyllur zemrën për gjithmonë? Na tregoni në komente. Kadiri shtypi butonin play dhe e pa videon deri në fund. Lotët i rridhnin në përfytyr pa bërë asgjë për t'i ndalur. Aty, vetëm në zyrën e tij, ai mund ta lejonte. Aty, askush nuk do ta gjykonte se ishte i dobët. Kur videoja mbaroi, ai shikoi përsëri shtëpinë e miqve. Dritat ishin ende të ndezura. Ai mendoi për gruan që ishte atje duke luftuar me sëmundjen. Mendoi për vajzën me sy të vëmendshëm që e kishte mbajtur kuletën me aq nderim. Dhe mendoi gjithashtu se si fati kishte mënyra mizore për të vendosur njerëzit e duhur në rrugën e njëri tjetrit. Një javë. Ai kishte ofruar një javë. Pas kësaj, secili do të ndiqte rrugën e tij dhe ai do të kthehej në jetën e tij të heshtur, në muret e tij të sigurta, në burgun e rehatshëm që kishte ndërtuar rreth zemrës. Të paktën kështu i thoshte vetes. Por thellë, në një vend që ai nuk donte ta pranonte se ekzistonte, Kadiri e dinte se disa gjëra nuk mund të parashikohen. Dhe se ndonjëherë, kur më pak e presim, fati na jep një shans të dytë për të bërë ndryshe. Për të zgjedhur dashurinë në vend të frikës. Për të hapur derën në vend që ta kyçim. Ai e mbaroi uiskin me një glënjë, e fik celularin dhe shkoi në dhomë. Por para se të fikte dritën, shikoi edhe një herë nga dritarja. Shtëpia e miqve tani ishte e errët. Të gjithë flinin. Nën e bi, së bashku, të sigurta, në paqe. Dhe për herë të parë pas shumë kohësh, Kadiri i lejoi vetes të besonte se ndoshta, vetëm ndoshta, ende ekzistonte ndonjë mirësi në botë. Dhe se ndoshta, vetëm ndoshta, ai ende mund të ishte pjesë e saj. Ditët e para në shtëpinë e miqve ishin si një zgjim i ngadalë dhe i kujdesshëm. Marina zgjoi në mëngjes dhe, për disa sekonda, harronte ku ishte. Pastaj realiteti kthehej, dysheku i butë nën trup, aroma e çarçafëve të pastër, tingulli i butë i zogjve në kopsht. Dhe Jona, gjithmonë Jona, duke fjetur e qetë në krevatin ngjitur, me fytyrën e relaksuar të dikujt që më në fund mund të pushonte vërtet. Trajtimi me doktor Fidën po funksiononte. Ilaçet ishin të forta dhe e bënin Marinën të ndihej e trullosur ndonjëherë, por ajo mund ta ndjente ndryshimin. Kolla ende vinte, por me më pak frekuencë. Gjaku nuk shfaqej më. Shtrëngimi në gjoks zvogëlohej ditë pas dite. Dhe më e mira e të gjithave, ajo po hante. Ushqim të vërtet, ushqyes, të përgatitur me dashuri nga duart me përvojë të qeljetës. Kujdestarja ishte bërë shumë më tepër se thjesht një punonjëse e gatshme. Ajo ishte ura midis asaj familjeje të thyrë dhe mundësisë së shërimit. Çdo mëngjes, qeljeta shfaqej me kafe të freskët, bukë të ngrohtë, fruta me ngjyra. Ulej në tryezë me Marinën ndërsa Jona luante në kopsht dhe bisedonin. Ose më mirë, qeljeta fliste dhe Marina dëgjonte, duke mësuar pak nga pak për atë shtëpi dhe për burrin që e banonte. Ishte qeljeta ajo që tregoi historinë e Leilës. Jo të gjitha detajet, sepse as ajo nuk i dinte të gjitha, por mjaftueshëm që Marina të kuptonte dhimbjen që Kadiri mbante. Vajza kishte qenë drita e jetës së tij. Një fëmijë i zgjuar, i gëzuar, plot jetë. Kur erdhi diagnoza e leuqemisë, bota e Kadirit u shem. Ai luftoi. O Zot, sa luftoi. Shpenzoi pasuri në trajtime, konsultoi mjekët më të mirë të vendit dhe të botës. Qëndronte net të tëra pranë krevatit të së bies në spital, duke i mbajtur dorën e vogël ndërsa ajo luftonte kundër efekteve të kimioterapisë. Gruaja, Mariana, nuk e duroi dot. Nuk e duroi dot të shihte vajzën të vyshkej, nuk e duroi dot dhimbjen e vazhdueshme, frikën që pushtonte çdo sekondë të ditës. Kur Leila vdiq, Mariana qëndroi vetëm sa për funeralin. Pastaj bëri valixhet dhe u largua. Tha se nuk mund të qëndronte më në atë shtëpi, në atë qytet, në atë vend. Duhej të rifillonte larg gjithçkaje që i kujtonte vajzën që kishte humbur. Kadiri mbeti vetëm. U mbyll në punën e tij si dikush që mbyllet në një fortesë. Ndërtoi mure aq të larta rreth zemrës sa as drita nuk mund të hynte. Qeljeta e shihte çdo ditë këtë burr që dikur kishte qenë një baba i dashur dhe ishte shndërruar në një hije të vetvetes.
Ajo lutej çdo natë që ai të gjente paqe, por vitet kalonin dhe ftohtësia vetëm sa shtohej. Deri tani. Unë shoh ndryshim tek ai, i tha Qelieta Marinës në një nga ato mëngjese, ndërsa pinin kafe. I holl, por është aty. Dje e kapa duke parë nga dritarja, duke vëzhguar Jonën të luante në kopsht. Ai kishte një shprehje në fytyrë që nuk e kisha parë prej vitesh. Marina ndjeu zemrën t'i shtrëngoi. Ajo nuk donte të ishte përgjegjëse për rihapjen e plagëve që koha kishte tentuar, pa sukses, t'i shëronte. Por gjithashtu nuk mund ta mohonte se diçka transformuese po ndodhte aty. Jona po lulëzonte. Vajza që kishte mbërritur e dobët, e frikësuar, me sy që kishin parë gjëra të tepërta për moshën e saj, po shndërrohej në një fëmijë të vërtetë. Ajo vraponte nëpër kopsht me një energji që Marina nuk e dinte se e bija e kishte. Qeshte me zë të lartë, pa frikë se do të bezdiste. Eksploronte çdo cep të asaj hapësire sikur të ishte një botë e re që priste të zbulohej. Qelieta kishte sjell disa lodra të vjetra që ishin ruajtur në papafingo. Ishin të Lejlës, por kujdestarja mendoi se thjesht po mblidhnin pluhur kur mund të sillnin sërish gëzim. Jona fitoi kukulla, bloqe ndërtimi, libra me histori me ilustrime me ngjyra. Dhe çdo pasdite, pasi hante, ulej në tapetin e dhomës së ndenjes dhe luante, duke krijuar botë të tëra në imagjinatën e saj. Ishte në një nga këto pasdite që ndodhi takimi i parë i vërtet midis Kadirit dhe Jonës. Biznesmeni kishte ardhur të verifikonte disa dokumente që Qelieta duhej t'i firmoste lidhur me mirëmbajtjen e pronës. Ai hyri nga dera e pasme, siç bënte gjithmonë, duke shmangur kalimin pranë shtëpisë së miqve. Por kur kaloi nëpër kuzhinë, dëgjoi një të qeshur që vinte nga dhoma e ndenjes. Kadiri ndaloi. Ai tingull. Ishte kaq i njohur dhe në të njëjtën kohë kaq i dhimbshëm. Pa menduar shumë, ai eci deri te dera e dhomës dhe shikoi brenda. Jona ishte ulur në dy sheme, e rrethuar nga kukullat. Ajo kishte krijuar një lloj shkolle me kukulla të organizuara në rreshta. Dhe po u jepte mësim atyre, duke imituar atë që ndoshta kishte parë në ndonjë program televiziv. Dhe 2+2 bëjnë 4, thoshte Jona me seriozitet, duke treguar një kukull specifike. E kuptove, Clarisa? Do të pyes përsëri më vonë. Kadiri qëndroi në derë duke vëzhguar. Vajza ishte aq e përqendruar në lojë sa nuk e vuri re praninë e tij. Për një moment, një fraksion sekonde, nuk ishte Jona ajo që ai shihte aty. Ishte Leila, duke luajtur në të njëjtën mënyrë, në të njëjtin tapet, me të njëjtat kukulla. Gjoksi i Kadirit u shtrëngua aq shumë sa ju desh të vinte dorën mbi zemër. Ishte dhimbje fizike, akute, që priste si një te. Ai ishte gati të kthehej dhe të largohej kur Jona më në fund ngriti syt dhe e pa. Përshëndetje, tha vajza, pa frikë, vetëm me kuriozitet. Ti je burri i kuletës. Kadiri gëlltiti pështymën. Jam. Ti jeton këtu? Po. Në shtëpinë e madhe. Jona pohoi me kokë, sikur kjo të kishte kuptim të plotë. Faleminderit që më le mua dhe mamin të rrim këtu. Është shumë bukur. Nuk kisha parë kur një kopsht kaq të madh. Kishte një sinqeritet kaq të pastër në zërin e vajzës sa Kadiri nuk diti çfarë të përgjigjej. Qëndroi aty, pa lëvizur, pa ditur nëse të hynte apo të dilte, nëse të fliste apo të heshte. Ishte Jona ajo që theu heshtjen përsëri. Do të luash me mua? Pyetja ishte aq e papritur sa Kadiri gati qeshi. Gati. Unë nuk di të luaj me kukulla. Nuk ka nevojë. Ti mund të jesh drejtori i shkollës. Drejtori vetëm rri në këmbë dhe vëzhgon nëse të gjithë po bëjnë siç duhet. Kadiri shikoi vajzën, ata sy plot shpresë dhe diçka brenda tij u dorëzua. Vetëm pak. Mjaftueshëm që ai të bënte një hap brenda dhomës. Në rregull. Por vetëm për disa minuta. Jona buzëqeshi dhe ajo buzëqeshje ishte si një grusht në stomakun e Kadirit. Ai u ul në një karrige aty pranë, duke u përpjekur të mbante një farë distance dhe bëri sikur vëzhgonte mësimin e kukullave. Por ajo që ai po bënte në të vërtetë ishte përpjekja për të mos u lënë të rëmbehej nga kujtimet që i vërshonin në mendje. Qelieta i gjeti të dy kështu, 20 minuta më vonë. Kadiri ende ulur në karrige, Jona ende duke u mësuar kukullave. Kujdestarja nuk tha asgjë. Thjesht buzëqeshi me vete dhe u kthye në kuzhinë, duke lënë atë moment të brisht të ndodhte pa ndërprerje.
Kur Kadiri më në fund u ngrit për të ikur, Jona e shikoi me pritshmëri. Do të kthehesh nesër? Kadiri hezitoi. Ndoshta. Por ditën tjetër, ai u kthye. Dhe ditën pasardhëse gjithashtu. Gjithmonë me justifikime. Duhej të verifikonte diçka me Çeljetën. Duhej të shihte nëse gjithçka ishte në rregull. Duhej të firmoste letra. Por e vërteta ishte se ai po tërhiqej drejt asaj shtëpie miq nga një forcë që nuk arrinte ta kontrollonte. Marina vëzhgonte gjithçka nga larg. Ajo shihte se si Kadiri tensionohej sa herë që Jona i afrohej, por gjithashtu shihte se si ai nuk arrinte të thoshte jo kur vajza i kërkonte të luante. Shihte se si sytë e tij mbusheshin me lot kur mendonte se askush nuk po e shihte. Dhe shihte, kryesisht, se si ai po luftonte kundër vetvetes, kundër frikës për të lidhur dhe për të humbur përsëri. Një natë, Marina nuk mund të flinte. Hëna e plot ndriçonte dhomën dhe ajo qëndroi duke parë tavanin, duke menduar për gjithçka që kishte ndodhur. Jona flinte thellë pranë saj, më në fund duke rikuperuar vitet e gjumit të humbur në rrugë. Marina u ngrit me kujdes dhe shkoi te dritarja. Nga dhoma, kishte një pamje të pjetshme të shtëpisë kryesore. Dhe atje, në dritaren e asaj që duhet të ishte zyra, ajo pa një dritë të ndezur. Dhe një siluet. Edhe Kadiri nuk po flinte. Ai ishte atje, ndoshta duke punuar, ose ndoshta thjesht duke ikur nga mendimet e tij. Marina ndjeu një val faji. Ata po shëroheshin, ajo dhe Jona. Por po Kadiri? Apo e ndihmonte prania e tyre apo thjesht por i hapte plagë që kur nuk ishin shëruar siç duhet? Ishte gjatë javës së dytë që gjithçka filloi të komplikohej më shumë. Një makinë ndryshe u shfaq në hyrje të pronës një mëngjes të shtunë. Ishte një BMW zezë vezulluese, e drejtuar nga një burr që dukej se kishte dalë nga e njëjta shkollë elegance si Kadiri. Fatos Al Hoxha ishte 3 vjet më i ri se vëllai i tij, por mbante të njëjtin intensitet në shikim. Avokat i suksesshëm, i specializuar në të drejtën korporative, ishte ortak i Kadirit në disa biznese dhe gjithmonë kishte qenë truri juridik pas operacioneve. Por ndryshe nga vëllai i madh, Fatosi nuk ishte martuar kurrë, nuk kishte pasur kurrë fëmijë dhe i shihte emocionet si dobësi që biznesmenët duhet të mësonin t'i kontrollonin. Ai kishte ardhur të zgjidhte disa çështje lidhur me kontratat ndërkombëtare, por kur Çeljeta përmendi rastësisht se kishte mysafir në shtëpinë e pasme, Fatosi menjëherë u vu në alarm. Mysafir? Çfarë mysafirësh? Çeljeta e kuptoi shumë vonë se kishte folur më shumë se sa duhej. Një nënë dhe një vajzë. Zoti Kadir po i ndihmon përkohësisht. Fatosi ngushtoi sytë. Ku është ai? Në zyrë. Fatosi ngjiti shkallët e shtëpisë kryesore me hapa të shpejtë dhe të vendosur. Hyn në zyrë pa trokitur, duke gjetur Kadirin duke rishikuar bilancën në kompjuter. Duhet të flasim. Tani. Kadiri ngriti sytë, i habitur nga toni i vëllait. Mirëmëngjes edhe për ty, Fatos. Nuk po bëj shaka. Çeljeta më tha se ke 2 persona që jetojnë në pronë. Kush janë? Që kur? Dhe pse nuk jam informuar unë? Kadiri pshërtiu duke mbyllur laptopin. Janë një grua dhe vajza e saj. Janë këtu përkohësisht ndërsa ajo shërohet nga një sëmundje. Nuk është puna jote. Nuk është puna ime? Kadir, ti je vëllai im dhe ortaku im. Çdo gjë që bën ti ndikon në biznes. Kush janë këta njerëz? Nga erdhën? Si njohe? Kadiri tregoi historinë shkurtimisht, kuleta e humbur, kthimi, humbja e ndjenjave të Marinës, vendimi për të ndihmuar. Fatosi e dëgjoi me një shprehje gjithnjë e më të pabesueshme. Po tallesh me mua, tha ai kur Kadiri mbaroi. Ke sjell 2 të panjohura brenda shtëpisë tënde? Ti, që nuk lejon as punonjës të rinj të hyjnë pa bërë investigim të historisë së tyre? Ata ma kthyen kuletën të paprekur. Kjo tregon shumë për karakterin e tyre. Ose tregon se janë mjaft të zgjuar për të ditur se një mashtrim afatgjat vlen më shumë se disa mijëra lekë të menjëhershme. Kadiri u ngrit i irrituar. Nuk është mashtrim. Si e di? Kadir, shikoje veten. Je i komprometuar emocionalisht. Dhe e di pse? Sepse kjo grua ka një vajzë të vogël dhe ti sheh Leilën në çdo fëmijë që takon. Përmendja e emrit të së bijës së vdekur e bëri Kadirin të reagonte dhunshëm.
Ai ju hodh vëllait dhe për një moment u duk se të dy do të kalonin në agresion fizik. Por Kadiri u përmbajt në sekondën e fundit, duart e mbledhura grusht, nofulla e shtrënguar. Mos e përmend emrin e saj, hungëroi ai. Nuk ke të drejtë. Dikush duhet të bëj të shohësh realitetin, këmbënguli Fatosi, pa u tërhequr. Po e le veten të rrëmbehesh nga emocioni. Këta njerëz mund të jenë duke të manipuluar. Largohu nga këtu. Kadir, thash, largohu. Fatosi hezitoi, por pas se vëllai ishte në limin. U kthye dhe doli, duke përplasur derën me forcë. Por para se të largohej nga prona, ai bëri çmos të kalonte pranë shtëpisë së miqve. Marina ishte ulur në verandë, duke marrë diell ndërsa Jona luante me shkumsa me ngjyra. Kur pa burrin që po afrohej, ajo menjëherë u vu në alarm. Ti duhet të jesh Marina, tha Fatosi, me një buzëqeshje që nuk i arrinte në sy. Po. Dhe ju jeni? Fatos, vëllai i Kadirit. Erdha t'ju uroj mirëseardhjen. Por nuk kishte asgjë të mirëseardhur në tonin e zërit të tij. Marina u ngrit duke u pozicionuar instinktivisht midis burrit dhe Jonës. Çfarë doni? Fatosi shikoi përreth, shtëpinë e rehatshme, kopshtin e mirëmbajtur, fëmijën që luante e qetë. Dua vetëm të sigurohem se jemi të gjithë në të njëjtën linjë, tha ai, duke zgjedhur fjalët me kujdes. Vëllai im është një burr bujar. Ndonjëherë bujar i tepruar. Dhe ka njerëz në botë që përfitojnë nga kjo. Marina ndjeu gjakun t'i vlonte. Nëse po insinuoni se unë po përfitoj prej tij, mund të largoheni menjëherë. Unë nuk kërkova të isha këtu. Vëllai juaj ofroi ndihmë dhe unë e pranova sepse vajza ime ka nevojë për mua gjallë. Vetëm kaq. Ndoshta është e vërtetë. Ose ndoshta je një aktore shumë e mirë. Fatosi bëri një hap më afër. Do të mbaj nën vëzhgim. Dhe nëse zbuloj se po përpiqesh të përfitosh nga dobësia emocionale e vëllait tim, të garantoj se do të pendohesh. Marina e shikoi pa u tërhequr. Unë nuk kam frikë nga ju. Dhe nuk do t'ju lejoj të gjykoni atë që unë dhe vajza ime kemi kaluar vetëm sepse ju jetoni në një botë ku të gjithë kanë qëllime të dyta. Fatosi buzëqeshi, por ishte një buzëqeshje e ftohtë. Do ta shohim. Ai u largua dhe Marina mbeti duke u dridhur nga zemërimi dhe indinjata. Çelieta, e cila kishte vëzhguar gjithçka nga një dritare, erdhi me vrap për ta ngushëlluar. Mos ja vërveshin, e dashur. Fatosi gjithmonë ka qenë kështu. Cinik, mos besues. Ai mendon se po mbron vëllain, por thellë ka frikë se Kadiri do të bëhet përsëri njeri. Por ajo bisedë e la Marinën të shqetësuar. Ajo filloi t'i kushtonte më shumë vëmendje se si po zhvilloheshin gjërat. Dhe kuptoi me një përzierje gëzimi dhe shqetësimi se Kadiri vërtet po ndryshonte. Ai kalonte më shumë kohë në shtëpinë e miqve. Merrte pjesë në mëngjes ndonjëherë. U përgjigjej pyetjeve të Jonës me durim në rritje. Një ditë, madje e mori vajzën në krah kur ajo u rrëzua dhe gërvishti gjurin, duke i pastruar plagën me kujdes ndërsa ajo qante. Dhe atë natë të veçantë, ndodhi diçka që do të ndryshonte gjithçka. Jona u zgjua në mes të natës duke qarë. Nuk ishte një e qarë e zakonshme. Ishte dëshpërim i pastër, i pangushëllueshëm. Marina provoi gjithçka. Këngë djepi, përqafime, fjalë të buta. Asgjë nuk funksiononte. Vajza po kalonte një krizë ankthi, ndoshta duke përpunuar gjithçka që kishte jetuar javët e fundit, të gjitha ndryshimet, të gjithë traumën e akumuluar. E qara ishte aq e lartë sa përshkoi kopshtin dhe arriti deri në shtëpinë kryesore. Kadiri ishte zgjuar, si gjithmonë, duke punuar në zyrën e tij kur e dëgjoi. Fillimisht u përpoq ta injoronte. Nuk ishte problemi i tij. Por e qara vazhdonte dhe me çdo sekondë që kalonte, diçka brenda gjoksit të Kadirit dhemte më shumë. Pa menduar shumë, ai u ngrit dhe doli nga shtëpia. Kaloi kopshtin e errët, i udhëhequr vetëm nga drita që vinte nga shtëpia e miqve dhe nga zhurma e të qarës. Trokiti lehtë në derë. Marina hapi, me Jonën ende duke dënesur në krahët e saj dhe sytë e zgurdulluar kur pa Kadirin aty. Dëgjova të qarën, tha ai, me zë çuditërisht të butë. Mund të ndihmoj? Marina hezitoi, por ishte aq e raskapitur, aq e dëshpëruar, sa thjesht pohoi me kokë. Kadiri hyri dhe, në një lëvizje që dukej automatike, zgjati krahët. Marina ia kaloi Jonën atij.
Ajo që ndodhi më pas ishte magjike dhe e dhimbshme në të njëjtën kohë. Kadiri e mbajti fëmijën shtrënguar pas gjoksit, pikërisht ashtu siç e mbante Leilën. Filloi të ecte në përdhom në radh të ngadalë, duke e përkundur vajzën. Dhe pastaj, pa menduar, filloi të këndonte një ninull. Ishte në arabisht, një melodi që ema ja këndonte atij kur ishte i vogël, dhe që ai ja kishte kënduar së bies qindra herë. Naem, wahil el aynen. Zëri i Kadirit ishte i ulët, i ngjirur nga emocioni, por i ngarkuar me diçka që Marina nuk arrinte ta identifikonte. Dashuri. Ishte dashuri ajo që dëgjonte në atë këngë. Jona u qetësua pak nga pak. Dënesat u zvogëluan. Frymëmarrja u bë më e rregull. Dhe pastaj, në mënyrë të mrekullueshme, ajo fjeti, me kokën mbështetur në shpatullën e Kadirit, një dorë e vogël e kapur pas këmishës së tij. Kadiri vazhdoi të ecte për disa minuta të tjera, edhe pasi vajza ishte qartësisht në gjumë. Dukej se ai nuk donte që ai moment të mbaronte. Ose ndoshta kishte frikë se çfarë do të nënkuptonte kur të mbaronte. Më në fund, me lëvizje jashtëzakonisht të kujdesshme, ai e vendosi Jonën në krevat. E mbuloi me çarçaf, i rregulloi kaçurelat që i binin mbi fytyrë. Dhe qëndroi aty duke e parë me një shprehje aq plot dhimbje sa Marina ndjeu lotët t'i rrivnin nëpër fytyrën e saj. Kur Kadiri më në fund u kthye për të dalë, Marina pa se edhe ai po qante. Lotë të heshtur që rrivnin nëpër fytyrë pa bërë asgjë për t'i ndalur. Ata dolën nga shtëpia së bashku dhe Marina e shoqëroi deri në verandë. Qëndruan aty në këmbë, në heshtje, duke parë kopshtin e ndriçuar nga hëna. Faleminderit, përshpëriti Marina. Që e qetësove. Nuk dija më çfarë të bëja. Kadiri fshiu fytyrën me kurrizin e dorës, duke u përpjekur të rifitonte një farë qetësie. Këtë e bëja me Leilën. Kur kishte makthe pas seancave të kimioterapisë. Ishte hera e parë që ai përmendte të bien drejt për drejt para Marinës. Ajo qëndroi në heshtje, duke ndjerë se ai ishte një moment i brish që mund të thyej me çdo fjalë të gabuar. Ajo kishte frikë, vazhdoi Kadiri, zëri pothuajse i padëgjueshëm. Frikë nga dhimbja, frikë nga spitali, frikë se nuk do të zgjohej. Unë ja këndoja këtë këngë derisa e zinte gjumi. Çdo natë. Për 2 vjet. Ajo ka qenë me fat që ka pasur një baba si ju. Kadiri tundi kokën. Nuk ka pasur asnjë fat. Në fund, asgjë nga ato që bëra nuk mjaftoi. Kisha të gjitha paratë e botës dhe nuk munda ta shpëtoja. Por ju ishit aty. E keni dashur deri në sekondën e fundit. Kjo vlen. Kjo gjithmonë vlen. Kadiri shikoi Marinën dhe kishte aq shumë dhimbje në sytë e tij sa ajo ndjeu zemrën t'i shtrëngohej. Ju betova vetes se nuk do të lidhesha më kurrë me askën. Është më e lehtë kështu. Nuk dhemb aq shumë. Por ju nuk po arrini ta mbani këtë premtim, apo jo? Kadiri nuk u përgjigj, por të dy e dinin përgjigjen. Ai u kthye në shtëpinë kryesore pa thënë asgjë më shumë, duke e lënë Marinën vetëm në verandë, me zemrën e rënduar nga shqetësimi dhe nga diçka tjetër që ajo nuk donte ta emërtonte. Ditët në vijim ishin ndryshe. Kadiri nuk u kthye në shtëpinë e miqve. Çelieta tha se ai ishte në udhëtim biznesi, por Marina dyshonte se ishte një justifikim. Ai po ikte. Ikte nga ajo që kishte ndjerë atë natë, ikte nga mundësia për të lejuar veten të ndjente përsëri. Dhe ishte në këtë periudhë që Marina mori një vendim. Një vendim që mendoi se ishte i duhuri, më bujari, ai që do ta kursente Kadirin nga vuajtje të mëtejshme. Ajo ishte tashmë shumë më mirë. Pneumonia ishte tërhequr ndjeshëm. Mund të merrte frym pa vështirësi, nuk kollitej më gjak, kishte shtuar peshë. Doktor Fida kishte thënë në vizitën e tij të fundit se ajo ishte jashtë rrezikut, se duhej vetëm të vazhdonte të merrte ilaçet për disa javë të tjera dhe të bënte kontrolle të rregullta. Java që Kadiri kishte ofruar kishte kaluar tashmë. Në fakt, ishin bërë pothuajse 3 javë. Marina ndjente se po abuzonte me mikpritjen, veçanërisht pas bisedës me Fatosin. Ajo shihte se si Kadiri po luftonte me ndjenjat e tij, se si sa herë që shikonte Jonën ishte si të rihapte një plagë. Marina u bindë se më e mira për të gjithë do të ishte të largoheshin. Të linin Kadirin të qetë, t'i lejonin atij të kthehej në jetën e tij të kontrolluar dhe të sigurt, pa komplikimet emocionale që ajo dhe Jona sillnin.
Me shëndetin e rikuperuar, ajo mund të kërkonte streza të përshtatshme, programe ndihme, të rifillonte siç duhet. Kështu, në një agim të heshtur, Marina vuri planin në praktik. E zgjoi Jonën me kujdes, e veshi vajzën me rrobat që kishin kurmbërritën, tashmë të lara dhe të arnuara nga çeljeta. Mori çantën e vjetër dhe futi brenda vetëm gjërat thelbësore, disa ilaçe që kishin mbetur, pak ushqim që e mbështolli me letër, të vetmen foto që kishte të Jonës foshnjë. U ul në tryez dhe i shkroi një letër Kadirit. Fjalët ishin të vështira për t'u gjetur dhe Marinës ju desh ta rifillonte disa herë. Më në fund, shkroi, Zoti Kadir nuk ka fjalë për t'ju falënderuar për gjithçka që keni bërë për mua dhe për Jonën. Ju na shpëtuat kur unë kisha humbur çdo shpresë. Po largohem sepse mendoj se është më e mira për të gjithë. Shoh se si prania jonë rihap plag që koha është përpjekur t'i shëroj. Nuk dua të jem shkaku i më shumë dhimbjeve në jetën tuaj. Ju keni vuajtur mjaft. Do të kërkoj ndihmë në vendet e duhura dhe do të sigurohem që Jona të ketë një jetë të denjë. Ju premtova këtë natën kur ju kthyem kuletën, që vajza ime do të kishte një shans. Dhe fal jush, ajo do ta ketë. Faleminderit që na kujtuat se ende ekziston mirësia në botë. Zoti ju bekoft gjithmonë. Marina dhe Jona. Marina e la letrën mbi tryez, e mori Jonën për dorë dhe të dyja dolën nga dera e pasme, duke kaluar kopshtin e heshtur. Porta e pasme e pronës kishte një dalje dytësore që nuk bënte shumë. Ato kaluan andej dhe u gjendën në rrugë, në dritën e dobët të shtyllave. Ajo që Marina nuk e dinte ishte se Kadiri ishte kthyer po atë natë. Ishte kthyer nga udhëtimi më herët sepse nuk arrinte të përqendrohej në asgjë. Për ditë me radhë kishte luftuar kundër të vërtetës, por më në fund duhej ta pranonte, ai ishte lidhur tashmë. Me Jonën, me atë fëmijë që nuk kërkoi të ishte aty por që kishte ardhur dhe kishte zgjuar tek ai ndjenja që ai mendonte se kishin vdekur me Leilën. Dhe ishte lidhur edhe me Marinën, me atë grua të fortë që kishte kthyer një pasuri sepse donte t'i mësonte dinjitetin së bijës. Kur arriti në shtëpi, ishte pas orës 2 të mëngjesit. Ishte shumë i lodhur për të fjetur, kështu që shkoi te dritarja e zyrës, siç bënte gjithmonë. Ishte atëherë kur pa dy silueta të vogla duke kaluar kopshtin në drejtim të portës së pasme. Ju deshën disa sekonda trurit të tij për të përpunuar atë që po shite. Por kur e përpunoi, frika e goditi si një rrufe. Ato po largoheshin. Kadiri zbriti shkallët me vrap, doli nga dera e përparme, por kur arriti te porta e pasme, Marina dhe Jona ishin zhdukur tashmë në errësirën e natës. Ai qëndroi aty duke marrë frymë me vështirësi, zemra i rrite aq fort sa i dhemte në gjoks. Jo. Kjo nuk mund të ndodhte. Jo përsëri. Ai nuk mund të humbiste përsëri. Kadiri u kthye me vrap në shtëpi, mori çelsat e makinës dhe u nis me shpejtësi. Udhëtoi nëpër rrugët e zbrasta të agimit duke kërkuar dy figura të vogla. Ku mund të kishin shkuar? Në një strehës? Spital? Ndonjë kishë që ofronte ndihmë? Ai kaloi pranë disa vendeve. Një kishë ungjillore që kishte një program nate për të pastrehë. E mbyllur. Një strehës bashkiake që e njihte nga referencat. E mbushur plot me radhë në derë, por askush që t'i ngjante Marinës dhe Jonës. Një spital publik. Plot me njerëz, por jo ato. Kadiri ndjeu dëshpërimin të rritej. Qyteti ishte i pamas. Si do t'i gjente? Po sikur të kishin marrë një autobus? Po sikur të ishin nisur për në një qytet tjetër? Ai kaloi orë të tëra duke kërkuar. Dielli filloi të linte duke pikturuar qiellin me ngjyrë portokalli dhe roz dhe Kadiri vazhdonte të ngiste makinën duke parë çdo cep, çdo shesh, çdo stacion autobusi. Duart i dridheshin në timon. Zemra i rrite fort. Dhe në mendje, vetëm një mendim i rrite pa pushim, të lutem, më lër t'i gjej. Të lutem. Ishte atëherë kur ju kujtua streza. Kishte një strezë publike pranë qendrës, një vend që e kishte parë disa herë, por kur nuk i kishte kushtuar vëmendje vërtet. Ishte lloji i vendit që njerëz si Marina do të kërkonin. Kishte ushqim, kishte krevate, kishte një farë strukture. Kadiri u nis drejt saj, e parkoi makinën para derës dhe hyri me vrap. Vendi ishte kaotik. Kishte njerëz kudo, ulur në dysheme, mbështetur në mure, disa duke fjetur, të tjerë thjesht duke pritur. Era ishte e rëndë, djers, pa pastërti, dezinfektant i lirë.
Kishte fëmijë që qanin, të rritur që debatonin, punonjës të stresuar që përpiqeshin të mbanin një farë rregulli. Kadiri kaloi nëpër korridore duke kërkuar. Zemra gati i ndaloi kur më në fund i pa. Marina dhe Jona ishin në një cep të mbytur pranë banjove. Marina ishte mbështetur në mur, koka i kishte rënë anash, sytë mbyllur. Jona ishte në prerin e saj, duke qarë në heshtje dhe duke u përpjekur ta thërriste të ëmën, por Marina nuk përgjigjej. Kadiri vrapoi drejt tyre dhe u gjunjëzua në dy sheme. Marina! Marina, zgjohu! Ai i preku fytyrën dhe ndjeu nxehtësinë e etheve. Po digjej. Vuri dy gishta në qafën e saj duke kërkuar pulsin. Ishte aty, por i dobët, shumë i shpejtë. Frymëmarrja e saj ishte e shkurtër dhe me vështirësi. Jona shikoi Kadirin me sytë plot lodh. Ajo nuk zgjohet. E kam thirrur shumë herë, por nuk zgjohet. Kadiri ndjeu panikun ta pushtonte. Jo. Jo përsëri. Ai nuk do ta lejonte këtë të ndodhte përsëri. Do të largohemi nga këtu, tha ai, duke e marrë Marinën në krah me kujdes. Ajo ishte shumë e lehtë, peshonte pothuajse asgjë. Jona, kapu pas këmishës sime dhe mos e lësho. Ecim. Kadiri e çoi Marinën deri në makinë, me Jonën të kapur pas këmishës së tij siç i kishte thënë. E vendosi Marinën në sediljen e pasme, të shtrirë, dhe Jona u ul pranë saj, duke i mbajtur dorën së ëmës. Pastaj ai ngau sa më shpejt që mundi drejt spitalit amerikan, spitali më i mirë privat në rajon. Në hyrje të urgjencës, Kadiri praktikisht bërtiti për ndihmë. Një ekip mjekësor erdhi me vrap me një barel dhe Marinën e çuan menjëherë në sallën e urgjencës. Kadiri mbeti në dhomën e pritjes, duke mbajtur Jonën në krah, duke ndjer vajzën të dridhej nga frika. Ajo do të bëhet mirë, pyeti Jona me zë të vogël. Kadiri nuk dinte të gënjente fëmijët. Nuk e di, vogëlushe. Por mjekët këtu janë shumë të mirë. Ata do të bëjnë gjithçka që munden. Orët që pasuan ishin më të gjatat në jetën e Kadirit. Mjekët hynin e dilnin nga salla e urgjencës. Ai shihte lëvizje të nxituara përmes dritares së xhamit. Shihte pajisje që silleshin. Shihte urgjencën në fytyrën e të gjithëve. Jona fjeti në prerin e tij, e raskapitur nga të qarat dhe nga frika. Kadiri e mbante fort, sikur të kishte frikë se edhe ajo do të zhdukej. Ai përshpëriste premtime me zë të ulët, më shumë për vete se sa për vajzën që flinte. Nuk do t'ju lë vetëm. Kur më? Premtoi. Më në fund, pas asaj që u dukën si ditë por ishin vetëm disa orë, doktor Fida doli nga salla e urgjencës. Kadiri e kishte thirrur sapo kishin mbërritur në spital dhe mjeku kishte ardhur menjëherë. Tani, ai kishte një shprehje serioze në fytyrë. Ajo është stabile, tha mjeku, dhe Kadiri ndjeu këmbët t'i dridheshin nga lehtësimi. Por ishte për pak, Kadir. Shumë pak. Pneumonia u kthye me forcë. Pneumoni bilaterale e rëndë, e komplikuar nga keqëshyrja akute dhe dehidratimi i rëndë. Po të ishe vonuar edhe disa orë për ta gjetur, nuk e di nëse do të kishim arritur ta shpëtonim. Kadiri mbylli sytë, duke ndjer lotët t'i rridhnin. A do të bëhet mirë tani? Do të duhet të qëndrojë e shtruar për të paktën 2 javë. Antibiotik intravenoz, hidratim i vazhdueshëm, monitorim 24 orë. Por po, ajo do të shërohet. Është e fortë, kjo grua. Ka shumë dëshirë për të jetuar. Mund ta shoh? Mundesh. Por ajo është nënqetësues tani. Nuk do të zgjohet shpejt. Mund të presësh në dhomë. Tashmë po organizojmë transferimin. Marinën e çuan në një dhomë private në katin e 8. Ishte një dhomë e madhe, me mure të qelëta, dritare të gjerë me pamje nga qyteti, pajisje mjekësore të teknologjisë së fundit. Kadiri u ul në poltronën pranë krevatit, ende duke mbajtur Jonën në krah. Vajza u zgjua kur e vendosën Marinën në krevat dhe, kur pa të ëmën të lidhur me aq shumë tuba dhe aparate, filloi të qante përsëri. Ajo është e lënduar, pyeti mes dënesash. Jo, vogëlushe. Këto tuba po e ndihmojnë të përmirësohet. Është ilaç që hyn, është ujë, janë të gjitha gjëra të mira. Mami yt do të bëhet mirë, premtoi. Ditët në spital ishin intensive. Kadiri nuk u largua nga dhoma. I kërkoi asistentes së tij t'i sillte rroba të pastra, dokumente urgjente, gjithçka që i nevojitej.
Punoj nga brenda spitalit, por gjithmonë duke mbajtur një sy te Marina dhe tjetrin te Jona. Vajza ishte e friksuar në fillim, por pak nga pak u mësua. Kadiri shndërroi një cep të dhomës në një hapësirë të vogël lojërash. Solli letër dhe lapsa me ngjyra, disa libra me histori. I mësonte Jonës të vizatonte, i lexonte para se të flinte, i përgatiste shishe me qumësht kur ajo kishte uri në mes të natës. Një infermiere i komentoi një pasdite, ju jeni një baba shumë i përkushtuar. Kadiri nuk e korrigjoi. Thjesht buzëqeshi dhe vazhdoi të pikturonte me Jonën. Natën, kur Jona flinte e mbështjell me një batanie në poltronën që ishte bërë krevati i saj i improvizuar, Kadiri qëndronte zgjuar duke vëzhguar Marinën. Ajo flinte thellë, e qetësuar nga ilaçet, fytyra më në fund e relaksuar. Ndonjëherë ai mbante dorën vetëm për të ndjerë pulsin e vazhdueshëm, për të siguruar se ajo ishte ende aty. Ishte në natën e 5 që Marina më në fund u zgjua vërtet. Ajo hapi syt ngadalë, e hutuar nga ambienti. U përpoq të ulej, por trupi nuk i bindej. Qetësohu, tha një zë i njohur. Kadiri ishte pranë krevatit, duke u ngritur nga poltrona. Je në spital. Je e sigurt. Marina e shikoi atë, pastaj dhomën, pastaj Jonën që flinte në poltron. Jona pëshpëriti, zëri i ngjirur. Është mirë. Hëngri 3 herë sot, luajti, vizatoi, është e shëndetshme dhe e lumtur. Lotët filluan të rridhnin nëpër fytyrën e Marinës. Më vjen shumë keq. Mendova se po bëja gjën e duhur. Mendova se ju do të ishit më mirë pa ne. Kadiri tërhoqi një karrige dhe u ul pranë krevatit. Si mund ta mendoje këtë? Sepse e shija dhimbjen tënde. Shija se si sa herë që shikoje Jonën ishte si të rihapje një plagë. Nuk doja të isha përgjegjëse për të bërë të vuaje më shumë. Kadiri tundi kokën. E kishe gabim. Po, dhem. Dhem shumë. Sa herë që shikoj Jonën, unë shoh Leilën. Çdo buzëqeshje, çdo të qeshur, çdo moment. Por e di çfarë kuptova. Dhimbja vjen gjithsesi. Çdo ditë që kur Leila vdiq, unë zgjohem me këtë dhimbje. Por kur Jona është afër, kur ju jeni në jetën time, ekziston diçka tjetër bashkë me dhimbjen. Ekziston gëzimi. Ekziston një qëllim. Ekziston mundësia që ndoshta, vetëm ndoshta, zemra ime ende funksionon. Marina qau edhe më shumë. Kam kaq frikë se do të jem një barë. Ti nuk je një barë. Ti je një dhuratë. Ti dhe Jona. Ju më shpëtuat po aq sa ju shpëtova unë. Çfarë do të ndodh tani? Kadiri mori frym thellë. Tani ti do të shërohesh plotësisht. Do të marrësh të gjitha ilaçet, do të bësh të gjitha analizat, do të hash siç duhet, do të flesh mirë. Dhe kur të dalësh nga spitali, ju të dyja do të ktheheni në shtëpi. Në Strehës? Në shtëpinë time. Në shtëpi. Jo përkohësisht. Vërtet. Dua që ju të qëndroni. Dua që të jeni pjesë e jetës sime. Nëse doni, sigurisht. Marina e shikoi me pabesueshmëri. Pse? Pse po e bën këtë? Kadiri i mbajti dorën. Sepse kur mendova se ju kisha humbur, kuptova se sapo kisha gjetur diçka që mendoja se nuk do ta kisha më kurrë. Një familje. Nuk do të jetë perfekte. Do të na duhet të zbulojmë se si ta bëjmë të funksionojë. Por unë dua të provoj. A doni ju? Marina mezi mund të fliste përmes lotëve, por arriti të pohonte me kokë. Dhe kjo mjaftoi. 2 javët në spital kaluan. Marina shtoi pesh, rifitoi forcat, filloi të buzëqeshte përsëri. Jona e bënte të gjithë spitalin të qeshte me lojrat e saj. Dhe Kadiri ishte gjithmonë aty, i pranishëm, i qëndrueshëm. Ditën e daljes, ai solli rroba të reja për të dyja. Për Marinën, një komplet të rehatshëm dhe të bukur. Për Jonën, një fustan blu me lule që e bëri të rrotullohej para pasqyrës plot gëzim. Gjatë rrugës për në shtëpi, Jona fjeti në sediljen e pasme, e lodhur por e lumtur. Marina shikonte nga dritarja, ende duke përpunuar se si jeta e saj kishte ndryshuar kaq shumë në kaq pak kohë. Kur arritën, Qeljeta po priste në derë me një buzëqeshje të madhe. Ajo e përqafoi Marinën fort, pastaj e mori Jonën në krah dhe ia mbuloi fytyrën me puthje. Mirë se u kthyet në shtëpi, tha kujdestarja, dhe kishte lot gëzimi në sytë e saj.
por këtë herë Kadiri nuk I çoi në shtëpinë e miqve. Ai u udhëhoqi brenda shtëpisë kryesore. U tregoi dhomat që kishte përgatitur në katin e dytë. Një për Marinën e madhe dhe ajrosur me pamje nga kopshti. Dhe një për Jonën e lyer me një të verdhë të butë, me një krevat me baldakin, rafte plot me libra të rinj dhe një zonë lojrash që do të bënte çdo fëmijë të pshertinte. Kjo është e imja, pyeti Jona, e mahnitur. Është e jotja, konfirmoi Kadiri. E gjitha e jotja. Në muajt që pasuan, jeta gjeti një ritëm të ri. Marina filloi të punonte zyrtarisht në shtëpi, por jo si shërbëtore. Ajo ndihmonte çeljetën, administronte pjesë të rutinës shtëpiake, por Kadiri bëri çmos që ajo të kishte një rrogë të denjë, kontratë pune, të gjitha të drejta. Ai gjithashtu I pagoi asaj një kurs profesional në administrim, duke investuar në të ardhmen e saj. Jona u regjistrua në një shkollë të shkëlqyer. Ditët e para qau shumë kur ndahej nga Marina, por shpejt bëri miq dhe filloi të adhuronte të mësuarit. Ajo kishte mësime shtesë për të kompensuar kohën e humbur dhe mësuesit e saj thoshin se ishte një nga fëmijët më të zellshëm që kishin parë ndonjëherë. Kadiri u transformua. Ende punonte shumë, por tani kthehej në shtëpi në orën e darkës. Merrte pjesë në vaktet familjare. Ndihmonte Jonën me detyrat e shtëpisë. Në fundjavë I merrte të dyja në park, në kopshtin zoologjik, në kinema. Pak nga pak, shtëpia që kishte qenë një mauzole I heshtur u mbush sërish me jetë. Fatosi u shfaq disa herë. Fillimisht, ende skeptik, ende mosbesues. Por me kalimin e kohës, duke parë transformimin e sinqert të vëllait, ai filloi të pranonte. Dhe përfundimisht, madje kontribuoi. Ishte ai që përdori njohuritë e tij juridike për të siguruar që Marina të kishte të gjitha dokumentet në rregull, që Jona të ishte e mbrojtur ligjërisht, që e gjithë situata të rregullohej në mënyrë që askush të mos e vinte në dyshim. Një ditë, gati një vit pas asaj nate kur gjithçka filloi, Kadiri I çoi Marinën dhe Jonën përsëri në blok. E parkoi makinën përballë restorantit nga ku kishte dalë atë natë të ftohtë. Pse u kthyem këtu? Pyeti Marina. Kadiri tregoi trotuarin. Aty më ra kuleta. Dhe aty e gjeti Jona. Ata dolën nga makina dhe qëndruan në trotuar, duke parë tokën sikur të mund ta shihnin momentin të ndodhte përsëri. E di çfarë mendoj, tha Kadiri. Mendoj se nuk ishte një aksident. Mendoj se fati kishte nevojë që unë të humbisja diçka për të gjetur atë që ka vërtet rëndësi. Marina buzëqeshi. Dhe çfarë është ajo që ka vërtet rëndësi? Kadiri e shikoi atë, pastaj Jonën që luante duke kërcyer mbi çarjet e trotuarit dhe buzëqeshi. Ju. Familja. Dashuria. Shansi për të rifilluar. Jona vrapoi drejt tyre dhe I kapi për dorë të dyve, njërin në secilën anë. Mund të ha akullore? Ata qeshën. Kadiri e mori në krah. Mundesh gjithçka. Dhe ecën së bashku, të tre, nëpër të njëjtin bulevard ku gjithçka kishte filluar. Por tani ishin ndryshe. Nuk ishin më një biznesmen I vetmuar, një nënë e dëshpëruar dhe një fëmijë I frikësuar. Ishin një familje. E pamundur, jo konvencionale, por reale. Dhe plot dashuri. Çeljeta kishte pasur të drejtë që në fillim. Kadiri kishte një zemër të mirë. I duhej vetëm dikush t'ia kujtonte. Dhe Marinës e Jonës u duhej dikush të besonte tek ato kur askush tjetër nuk besonte. Në fund, të gjithë gjetën atë që u nevojitej, tek njëri tjetri. Jeta nuk është kurrë perfekte. Ata ende kishin ditë të vështira. Marina ende kishte makthe për netët në rrugë. Jona ende kishte momente ankthi. Kadiri ende qante kur kujtonte Leilën. Por tani ata përballeshin me gjithçka së bashku. Dhe kjo bënte të gjithë ndryshimin. 2 vjet më vonë, në një pasdite të diel me diell, Kadiri ishte në kopsh duke e shtyr Jonën në lisharsen që kishte porositur të instalohej. Marina ishte ulur në një karrige kopshti duke lexuar një libër. Çeljeta përgatiste limonadë në kuzhinë. Fatosi sapo kishte mbërritur me një të dashur të re që ishte kurioze të njihte familjen e vëllait. Ishte një skenë e thjeshtë. E zakonshme. E bukur pikërisht sepse ishte e zakonshme. Dhe Kadiri kuptoi në atë moment se kishte gjetur diçka që mendonte se e kishte humbur përgjithmonë, paqen. Nuk ishte e njëjta jetë që kishte më parë.
Leila ende i mungonte çdo ditë. Kujtimi i saj ende dhembte. Por tani ai mund ta kujtonte atë pa dhimbja, të ishte e vetmja gjë që ndjente. Mund të buzëqeshte me kujtimet e mira. Dhe mundej, gjithashtu, të krijonte kujtime të reja. Jona bërtiste që ai ta shtynte më lart dhe ai bindej, duke qeshur me gëzimin e pastër të vajzës. Marina e shikonte me atë buzëqeshje të butë që ai kishte mësuar ta donte. Dhe për herë të parë pas shumë kohësh, Kadiri ndjeu se ishte pikërisht aty ku duhej të ishte. Të dashur dëgjues, shpresojmë që historia e Kadirit, Marinës dhe Jonës t'ju ketë prekur zemrën. Nëse jeni emocionuar me këtë udhëtim të rifillimit, faljes dhe dashurisë, klikoni butonin pëlqej, abohuni në kanal dhe na tregoni në komente se çfarë ju preku më shumë në këtë histori. Ishte guximi i Marinës për të kthyer kuletën? Ishte transformimi i Kadirit? Ishte pafajësia e Jonës që ndryshoi gjithçka? Çdo ditë, ne sjellim histori intensive si kjo, që zbulojnë anën më të thellë të shpirtit njerëzor dhe na kujtojnë se kur nuk është vonë për të rifilluar, për të dashuruar përsëri, për të ndërtuar një familje edhe kur gjithçka duket e humbur. Ju presim në episodin e ardhshëm.